miq të Bardhazis në këtë të premte live nga studio juaj më e dashur, që mund t'jetë pak e vogël për formatin ton, po e rëndësishme është gjërat e mëdha që themi, sepse kjo studio është për ju dhe flet për ju. Bardhazia është si ato vinçet që ndërton Gradaçela, sepse ato që janë thënë në këtë emision janë gjëra që janë parë me njëherë, si profecit Bardhazi me njëherë në realitet. Jemi me 100 kate me i fjallë, që këtë doja të thosha. Edhe sa vjeç? Për pak dit 20 vjeç. 20 vjeç, po. Pse mu duk mua, kaq të vegjël, po, kaq të mençur. Jemi rritur rrugës. Mirë, shkojmë ke rubrika pse, ajo rubrikë që është bërë gati virale në YouTube, ju pëlqen shumë humori të gjithë shqiptarëve, po jo vetëm atyre shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri dhe ato që na ndjekin, dhe ne i falenderojmë shumë ndjekësit tanë YouTube që na ndjekin nga jashtë, kanali jonë është fuqizuar shumë. Bardhazia shumë shpejt do të kthehet në një televizion, ju premtoj. Më shumë. Më shumë se aq. Po cila është rubrika ajo? Pse? Si munde të më tradhtoje me motrën time? Si munde ta bëje? Po pa dashje, me pa dashje. Si më pa dashje? Si more pa dashje? Ajo është brune, unë jam bjonde, nuk gjasojmë fare. Po keni të njëjtin mbiemër, moj. Ua, burrat! Ua, burrat! Mbiemri, thotë, kupton mbiemri. Zonja gjyqtare. Po. Dua të ndajem nga gruaja ime. Nuk jetohet më me këtë, po më shkatron jetën. Çdo natë bredh nga një lokal në lokalin tjetër. Po pse, qa bën gruaja jote lokaleve? Më ndjek mua. Më kërkona, ndjek te. Kush ky? Ja dhe sigle e Bardhazis, Okej. Mora ustajnë për të shtruar plakat. Si të duket, si po ecën? La plakat dhe ju shtrua një muhabeti. Për të shtruar po e shtron, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që po e shtron. Ishte një tip që donte të bëj gjeni dhe filloj të merrte vitamina për të forcuar kujtesën. Mi po nuk mbante mend, i kishte pirë apo jo vitaminat. Kush e kishte dhënë këto vitaminat? Farmacisti kam përshtypjen, se ata bëjnë si doktor, ata bëjnë. Ata s'mbante mend. Sa koka? Kur merr këtë rolin e fakirit njerë më mek fare. Sa koka gruaja juaj që ka humbur? 2 muaj, zoti polic. Duket që po vuani, ju lexohet trishtimi në fytyrë. Se po vuani ka shumë? Jo, kam frikë se mos kthehet pra. Uragani ban gjithmonë, faleminderit regjia, faleminderit Kelly, e më i mrekullueshme, nuk e di fare. Uraganët mbajnë gjithmonë emrin e femrave. E keni vënë re ju, sepse femrat i marrin të gjitha, shtëpit, makinën, mobiljet, çdo gjë tjetër. Prandaj dhe Uragani ka emrin femër. Ka në një uragan me emrin Ornel, unë s'marr gjë. Kaltrina. Uragani Kaltrina. Gruaja i shkruan burrit: nëse je duke fjetur, më dërgo hëndrat e tua. Nëse je duke qeshur, më dërgo buzëqeshjet e tua. Tani për momentin jam në banjë, nuk të dërgoj dot asgjë. S'ke turp. Jo, turp. Turp të vitë të turpërohesh. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Berishe. Ekspertët e konfirmojnë. Nëse një grua të bën të lumtur, nuk ka rëndësi se gruaja e kujt është. Ekspertët, më jo, ç'po kam unë? E thua ti? Jo, nuk e them unë. Unë gjithmonë kam besuar ke ty. Po mirë, që ti ke qenë modeli burrit ideal. Vazhdo të besosh. Që ti ke qenë gjithmonë ai që nuk e ngjasuar kurrë me të tjerët. Vazhdo të besosh. Dhe ti e mendon kështu? Jo, nuk e mendon ekspertët. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se nëse gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra, shumë njerëz duhet të ecin me të pasmet. S'kan fare këmbë, hiç. Janë gënjeshtër komplet. Po jo, edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Një zbulim i jashtëzakonshëm. Tu vesh grave nga pas, nuk të bën keq. Kur martohesh e pson.
Nga pas apo nga para, se kuptoj. Jo, të shkosh nga mbrapa. Nga mbrapa, e kuptova, po. Se vetëm me mos ngatroni, ju lutem shumë. Shqipja, e çuditshme. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Sondazhet e vërtetojnë Që? të jesh i mirë nuk të bën keq. Po edhe të hash gjithmonë nuk të bën mirë. Të mirë të hanë gjithmonë. Mos t'i shpjegojmë, se po i shpjegojmë Barsoleta, pastaj u mbasi në atë kuptimin. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Zbulimi i jashtëzakonshëm. Nëse kërkon një dorë të gatshme të të ndihmoj, atë do ta gjesh gjithmonë në fund të krahut tënd. Ska vetëm dora jote. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Me zogzat mund të bësh sup, jo diskutime. Ore, ti po ma habit fare sot. Ma ke hequr atë imazhin fare të mashkullit ideal. Sot është ditë përmbysje. E shohën pas ka shku mendja për mirë zogze. Po. Okej. Edicioni i jashtëzakonshëm. Ekspertët pohojnë. Gjithësia është përbërë nga bërthama dhe protone, por mbi të gjitha nga shumë totkun. Mbushur, det. Urdhëro. Një det i tërë, det i gjërë. I thash të ndashurës që do ndahemi. Unë dam. Dola në shtëpia, sa dola në rrugë dëgjoj një bën. Mos tash ja futi vetes kjo. Kthe me vrat në shtëpi i trishtuar, kur të shikoj kishte hapur një shishe shampanje. Feston të largesën tënde. Po. Gocën me mend. Me bot kuptim. Ore, çfarë ngjyre i ke sy ti? Kafe. Po ti si ke? Macchiato. U rrëzova tek shkallët, dëgjova një kërcitje, mos thash, mu thye telefoni. Kur pash, shqyqyri ishte thyer krau. Pas ke shpëtuar për një fije. Në të thyet telefoni dhe është si të thyet koka. Sikur nuk më mjaftoi dita edhe natën, më doli në ëndër puna. Thash, prandaj ngrije me lodhur unë. Bëbre, në ditë e punë o natë, të dëshojnë pakës datë, si është ajo? Ton. Kur jam në shtëpi, telefonin e lënë heshtje. Po si ja bën pasaj kur kërkon ta gjesh? Nuk e di, më ndihmon burri. Goca, nëse keni 5 vjet me një burr, kjo nuk do të thotë që duhet të martoheni me të. Edhe kushëriri mbaroi juridikun 5 vjet dhe punon kamarier. Dëgjoj burr, më duket se ke filluar shkon me gra të tjera. Me këtë tjera me? Me gratë uaja unë? Po. Unë me zi vete me këto të vëndit, ku t'i gjutuaja unë? Me zi shkoj me këto, me zi mere mbesh. Unë nuk bëj dallimi dis qepës dhe kuletës. Sa i hap të dyja, më plas të qaret. Kë? Qepën apo kuletën? Të dyja. Të dyja. Unë jam shumë romantik. Kur shikoj plur në tryez... E fshin direkt. Jo, bëj një zëmër. Ashtu. Është romantik. Mos bën një emër aty punë. Dhe me që jemi të zëmrat, cila bank është banka që ne kemi më shumë në zemër? Banka që flet gjuhën tonë dhe ajo është gjithmonë banka Credence. Një bankë serioze, një bankë cilësore. Me histori, besueshmëri, klientel të qëndrueshme dhe mbi gjithçka me normat e interesit më të mira në treg. Dhe mbi të gjitha, kush është ujë? Faleminderit regjia. Dhe mbi të gjitha, kush është ujë? Më i ujshëm. Ky ujë. Sot e shpikëm të. Ujë më i ujshëm. Ujë më i ujshëm dhe pijet më cilësore në të gjitha marketet, në të gjitha pikat ku tregtohet. Në gjithë botën, thuaj di. Po, edhe në të gjithë botën. Bires fati ju në shqit, akoma se ka marrë vesh gjithë bota, se s'do në angelet të fare. Po, s'do kemi për tjirë ne, se do në e pi bota, kështu që konsumoni produktet cilësore, produktet dhe brendet që ne i kemi quajtur legjenda. Sepse Lajfiza këtë të mërkur u vlerësua me çmimin legjenda e vitit nga dhoma e tregtisë dhe industrisë. Legjenda e vitit për një brend i cili ka krijuar legjend në shumë vite. Rozeja ime preferuarja. Mirë. Çat ka ndodhur me gruan njerë? Ha, lëre ato tani se jemi... Nuk e lë dot ato. Lëre, ure. Lëre se më ka humbur gruaja kartën e kreditit, po lëre tani se sa shu... E a e denoncove gruan?
Jo, me këta denoncoja, vura reqe hajduti, argjon dhe pak se groja. Qa thua ti? Ja lash aty, Ja le hajdutit. Më mirë ti se kjo. E dashur, pse blen lule dhe i lë të vyshken, të ngordhin, të vdesin? Për të të kujtuar ty se çfarë jam në gjendje të bëju. Mos. Zemra, po e ngre këtë dolli për atë që na lidhi 10 vite të shkuara dhe që do na mbaj bashk në 20 vitet e ardhshme. Zemra, e ke për dashurin për lajthizën? Jo. Dashurin për mua? Jo, e kam për kredin e shtëpisë. Të duash dikë që nuk të do, është si të japësh pulës çokollatë dhe të presësh që të bëj një Kinder surpreza. Të nisha ty mbrapa, moj, Nxire. I kam shumë inat ata njerëz, të cilët duan të hiqen sikur kanë shumë kulturë. Të përmendin muzikën e Mozartit, pa asnjë nuk të përmend pikturat e tij. Ashtu, a? Po. Pse ka bërë piktura Mozart? Ndërsa unë i kam inat ato njerëz që nuk njohin poezitë e Beethovenit. Po. Dhe marrin dhe shpërndajsin e me tani. Tort keni. Zemër, nëse unë do të vdisja sot, çfarë do të thoshete? Mi jep 1.000 euro borxh se t'jap nesër. Që të mos më japësh kurrë. Që keti se mos do marrësh vesh gjë? Si e ke emrin? Tori e kam. Do me thënë gjatë e ke Viktor? Jo, konviktor. Sa po bëra një bamirësi, shpëtova një 3 leqe nga data e skadencës. Wow! 3 leqe? Po tiramisun? Tiramisun e lash për ty. Ka gjithë natën Kush more? që më dhëmballa. Dhe, e hoqe? Ore ka në një gjë tjetër që mund të pion, se ngella duke pira kiu, bëra tap, s'di ku jam. Po shkoj njerë këtë dentisti se ma se t'jep në i zgjidhje. E miq! Ke akoma? Kemi akoma? Jo, mbarova. Vazhdo Atëre lexoj po i ti. them unë. Thuaj ti. Më doli monologu më. Prit, nëse ndihesh vetëm, Ja, në shtrat. kërko lek borxh, çdo ditë dikush do kujtohet për ty. A i di që nga strategji e mirë kjo? Shqiptari vdes 3 herë në ditë. Vdisha për të ngrënë, vdisha për gjumë, vdisha nga të qeshurat. Vetëm kaq? Miq, kjo ishte rubrika Pse pse. U munduam që në këtë të premte si fundjavë të relaksonin pak se gjithë java e ngarkuar sherr në parlament. Ndodhi nga politika. Kjo festa e fundjavës do t'ju ngujoj mirë, se fillon flakadanët. Kështu që kjo ishte humori jonë i përgatitur kështu në mënyrë speciale për ju, si një antipastë. Dhe do të shkojmë me njëherë mbas publicitetit në vënçen ton dhe kush do të vi këtu